transparentës për fondet që kemi, se dhe në fund pushatës, po pra është ligji. Edhe deputetët do bëjnë këtë transparentës, në momentin që e cakton ligji. Kjo që ju cituat, të thënë nga La Civita, është interpretuar edhe ndryshe. Është interpretuar edhe si kjo mbështetja pra, ndaj Sali Berishës e tjerë, edhe si mundësi e mirë për heqjen e non gratës. Por ju e keni edhur poshtë këtë, pra nuk ka lidhje me non gratën keni deklaruar, prezenca e ti këtu edhe qëndrimi ti në krye të fushatës tuaj. Megjithatë, vazhdohet dhe bëhet pyetja, a do t'i hiqet Sali Berishës non grata? Atëherë, kemi një zhvillim të ri. Besoj e dini se është lajm. Jo më larg se dije, i është hequr non grata bashkëpunëtorit më ngushtë të kryeministit Orban. Pra që ishte shpallur non grata nga Blinken, dije, ai është hequr nga lista e non gratave dhe me një deklaratë të qartë politike, që në fakt është bërë, kjo deklaratë është bërë dhe nga Marco Rubio përpara. Non gratat janë përdorur nga administrata Biden dhe nga Blinken për të goditur politikisht kundërshtarët politik qendrës djathtë, dhe për këtë arsye ne do të rishqyrtojmë gjitha dhe do të merrim masat. Për Sali Berishën, edhe njerë do të citoj La Civitan, që edhe ai e tha qartë, e kam thënë dhe unë, e kemi thënë dhe ne, që praktikisht non grata ka rënë, moralisht apo si të duash, sepse njerëzit që e kanë cilësuar si akte korruptive madje dhe goditje politike ndaj qendrës djathtë janë sot ata që drejtojnë Shtetet e Bashkuara. Por pastaj burokracia është një gjë tjetër. Ja, ndodhi kjo dije për bashkëpunëtorin e Orbanit, mund ndodhi javës tjetër për Berishën, mund ndodhi mas një muaj, këtë unë nuk ta them dot, por dihet që praktikisht ajo ka rënë. Sepse gjithë rrethanat që e sollë, sot kemi Blinkenin non grata në Amerikë, madje edhe vetë ish presidenti Biden që është ndërprer e drejta për të marrë informacione nga Departamenti i Shtetit. Pra ka ndryshuar komplet situata në të kundërt. Ata që ishin dije non grata janë sot njerëzit e nderuar për Departamentin e Shtetit, kurse ata që i shpallën non grata janë vetë non grata sot. Pastaj direkt për këtë La Civita ka thënë vetë që unë nuk jam këtu për këtë. Prandaj, e di, e përmendaj. Normal ai është për tjetër arsye. Jo ju personalisht, po edhe ju personalisht. Kanë fjalën Partia Demokratike.